Sot shënohet 35 vite nga mesha e parë mbajtur në Shkodër më 4 nëntor të vitit 1990 nga Dom Simon Jubani, ngjarje që shënoi fundin e heshtjes fetare dhe fillimin e rënjes së regjimit komunist në Shqipëri. Kisha Katolike në Shqipëri dhe kryedioqeza Shkodër Pult përkujtojnë këtë ditë të shënuar në historinë e vendit si një simbol të besimit, guximit dhe lirisë shpirtërore. Ngjarja lidhet edhe me vigjiljen e meshës së martirëve të Kishës Katolike, të shpallur të lumë me 5 nëntor të vitit 2016 në katedralen e Shën Shtjefnit në Shkodër. Më 4 nëntor të vitit 1990 në Varrezat Katolike të Rmajit, Don Simon Jubani kremtoi meshën e parë publike pas 23 vitesh ndales të fesë. Ajo meshë improvizuar në kushte të fshehta u kthye në një akt të hapur sfide ndaj terrorit të diktaturës dhe një shpërthim të lirisë fetare në vend. Dom Simon Jubani, prift i njohur shkodran, kishte kaluar vite të tëra në burgjet komuniste, duke u bërë simboli qëndresës dhe i besnikërisë ndaj vlerave shpirtërore, kulturore dhe kombëtare. Ai nuk u përul kurrë përballë dhunës dhe përsekutimit, duke dëshmuar se besimi mund të mbijetojë edhe në errësirën më të thellë. Vetëm një javë më pas, më 11 nëntor të vitit 1990, në të gjithë vendin, u mbajt një tjetër meshë, ku morën pjesë mbi 50.000 qytetarë nga Shkodra dhe qytetet të tjera të vendit, duke e kthyer atë ditë në një manifestim të hapur të lirisë dhe bashkimit. Mesha e Dom Simon Jubanit shënon fillimin e rihapjes së kishave dhe xhamive në Shqipëri, në një kohë kur komunizmi ende nuk ishte rrëzuar plotësisht. Një ngjarje që mbetet e gdhendur në kujtesën e vendit si qasti kur drita e besimit mposhti errësirën e frikës dhe terrorit komunist.